Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet, diskutimet, dinamikat dhe pikpyetjet e mëdha se çfarë do të ndodhen sonte në Prime. Sonte pritet që të jetë një Prime shumë i nxehtë, një Prime që do të ketë shumë surpriza për banorët, të cilët nuk janë të informuar në fakt se çfarë do të ndodhen sonte dhe do të shokohen kur do të kuptojnë që sonte do të ketë 2 eliminime të njëpasnjëshme. Jemi në ditën e 90 të Big Brotherit. Kemi arritur 90 ditë. 90 ditë plot me emocione, 90 ditë plot me ngjarje, 90 ditë me dashuri, 90 ditë me lot, 90 ditë me gëzim. Do me thënë, banorët janë përfshirë krejtësisht në veten e tyre për të treguar dimensionet të ndryshme, për të treguar njeriun e tyre në të gjitha format dhe kështu që kanë arritur jashtë shtëpisë së Big Brotherit të krijojnë grupe të ndarë të fansave. Po afrohemi drejt finales së madhe. Brenda në shtëpi janë 13 banor. Nga sonte do të mbesin vetëm 11 të tjerë. 2 sonte do të lënë shtëpinë e Big Brotherit. Loja po bëhet më e fortë, krizat po bëhen më të mëdha, situata po bëhet më tensionuese dhe fjalët e thëna po bëhen edhe më të forta. Aty ku ne mendojmë që janë krijuar aleanca, aty ku ne mendojmë që janë krijuar grupe, aty ku ne mendojmë që janë krijuar shoqëri, tashmë po shkojnë drejt rrugës për të shkatruar gjithçka dhe për të arritur në atë të ashtu quajturën nominimi kok më kok. Para se të filloj të komentoj se çfarë do të ndodhen sonte, është përfolur shumë në rrjetet sociale kutia e Pandorës dhe do ta trajtojmë pastaj në videon e dytë në qoftë se sonte do të ketë një kuti të Pandorës. Fillimisht mbrëmja do të hapet mes Gjestit edhe mes Eglit. Ju e keni parë këto ditë, Gjesti ka qenë shumë i mërzitur, ka qenë shumë i lënduar, ka qenë shumë i thyer, i pozicionuar në verandën e oborit të shtëpisë së Big Brotherit. Gjesti në shumicën e rasteve ka biseduar me kamerat, ka folur me qiellin, ka folur me hënën. Ai ka përshëndetur familjen e tij duke treguar copëza qëllimesh përse Gjesti është në shtëpinë e Big Brotherit. Ai ka thënë që këtu janë fal jush, këtu janë fal dashurisë tuaj, fal qëllimit për ju, se të jetë për veten time nuk është se e kam problem. Dhe këtu nën kuptojmë që Gjesti ka lodhje shpirtërore, ka mërzitje të cilat nuk i përballon dot dhe mundohet që t'i nxjerrë nëpërmjet kamerave. Gjesti ka treguar që nëpërmjet fuqisë, nëpërmjet dëshirës së tij, ai mund të arrijë gjithçka, por edhe ka kërkuar që të largohet nga shtëpia e Big Brotherit. Big Brother VIP Albania 4 ka arritur në një moment kyç. 90 ditë janë bërë që nga hyrja e parë e banorëve në këtë shtëpi. Ky moment ka qenë një përballje me emocione, sfida dhe surpriza shumë të mëdha. Çdo bisedë gjatë natën vonë, çdo përplasje e papritur dhe çdo lidhje e krijuar tashmë është në një pikë shumë kritike. Por, një element i fortë ka tronditur ekuilibrat brenda shtëpisë. Rikthimi i Eglit, ky rikthim nuk ishte i thjeshtë, por i mbushur me nuanca, ftohtësi dhe strategji të fshehura. Të gjithë e dinë që Egli nuk kthehet pa një arsye dhe nuk është një lojtare që ri nën hije. Qëndrimi i saj ka ndikuar më së shumti Gjestin, i cili prej disa ditësh është futur në një labirint mendimesh. Përpara daljes së saj, marrëdhënia mes tyre ishte perfekte por komplekse. Nuk dihej nëse shihni njëri tjetrin si miq, të dashur, aleat apo rival. Por tani që Egli është rikthyer, çdo veprim i saj duket sikur është një provokim i drejt për Gjestin. Vështrimet e saj të mprehta, mënyra se si zgjedh të flasë, vetëm kur ai është i pranishëm dhe tërheqja e saj ndaj disa lojtarëve të tjerë ka krijuar një pështjellim të madh në kokën e Gjestit. Ai tashmë po analizon gjithçka. A ka diçka të pathënë mes tyre dhe a është ky një plan për ta dobësuar atë psikologjikisht? A ndoshta a ndjen diçka për të? Do të thënë sonte do të fliten të gjitha këto gjërat. Gjesti ka përfolur produksionin që është në një bashkëpunim me Eglin për ta përulur dhe për ta njollosur imazhin e tij,
por sonte do të shohim çdo detaj të mundshëm dhe çdo sqarim, pasi që gjesti i ka thënë Eglit edhe të dua. Tema e dytë është rikthimi apo një rindezje emocionale, dashurie, mes Josit edhe Loredanës. Ndërsa shtëpia po dridhet nga tensionet e strategjive, një histori që dikur u mbyll, duket se po hapet sërish. Josi dhe Loredana, dy banorë që dikur ishin të pandashëm, por që një keqkuptim i madh i ndau, janë gjithnjë e më afër njëri tjetrit. Pas shumë debatesh dhe heshtje të gjata, një natë në obor, ndërsa shihej një hënë e plot, Josi afrohet Loredanës. Ishte një moment i qetë, larg vëmendjes së banorëve të tjerë. Më mungon, i thot ai me një zë të ulët por të vendosur. Loredana e papritur nga fjalët e tij, e shikon për disa sekonda pa folur, por në vend të një përgjigjeje, ajo vetëm i kap dorën, një shenjë qartë që historia mes tyre nuk ka përfunduar akoma. Si do ndikoj ky afrimitet në lojën e tyre? A do sjell ky moment një tjetër aleancë apo një tjetër dram brenda kësaj shtëpie? Do të thëmë pritet që sonte të komentohet dhe marrëdhënia e Lorit edhe Josit, të cilët tashmë po rikthehen në emocione dhe në dashuri. Josi hyri shumë i ftohtë brenda kësaj shtëpie, ndoshta duke ditur qëndrimet jashtë edhe është ndikuar nga ky fenomeni që njerëzit në thonjza po tallen me Loredanën, kjo është e gabueshme. Njerëzit e duan shumë Lorin edhe kanë krijuar një përshtypje shumë të bukur për Lorin dhe një imazh fantastik për të. Dhe tashmë Josi e pa që nuk i dhozi dot puna me Olën dhe është afruar me Loredanën. Ndoshta ka ndikuar dhe ky informacioni nga jashtë në thonjza, le të themi, që Ledioni i ka dhënë deri diku Loredanës që po shndrohet në një fenomen të memeve dhe ka një pëlqyeshmëri shumë të madhe tek opinioni jashtë. Dhe kjo ndoshta e ka bërë Josin që të merr mësime se sa më afër Loredanës mund të jetë më i suksesshëm brenda kësaj loje. Do të thënë kjo është një nga ato të cilat do të komentohet sonte. Dhe eliminimi dy fish. Një televotim është i hapur që më së shumti nga jo dhe gjitha ne që e kemi komentuar është që rrezikon më së shumti Ola apo Kelly, por sonte do të kemi një eliminim të dy fisht. Do të thënë, e para njëherë do të largohet banori i cili është në një televotim të hapur, kush është më pak i votuar do të largohet sonte, dhe më pas vllau i madh do të hapën edhe një televotim brenda shtëpisë, sepse na kanë mbetur edhe 10 ditë deri në përfundim të kësaj finaleje. Por produksioni e ka shtyr edhe më shumë që kjo nënkupton kemi edhe 30 ditë, do me thënë ky Big Brother do të shkojë në 130 ditë brenda asaj shtëpie. Sot është një mbrëmje vendimtare për Big Brother VIP Albania. Për herë të parë në këtë sezon do të ketë një eliminim të dy fisht. Banorët janë më të tensionuar se kur, ndërsa përmendin emrat e njëri tjetrit, duke bërë llogari se kush ka më shumë shans që të dalë. Nominimet janë të forta me disa prej konkurrentëve më të fortë të vendosur ballë për ballë. Por ajo që nuk e din është se njëri nga të eliminuarit mund të ketë një tjetër shans për të hyrë sërish në lojë. Kjo i bën të gjithë të jenë në një gjendje ankthi të paprecedent. Kush do të dalë? A do të jetë kjo një mbrëmje e qetë apo një natë e mbushur me lot, tronditje dhe surprizat të mëdha? Dhe më pas kemi surprizën e cila do të jetë brenda shtëpisë së Big Brotherit, që dyshohet që sonte Gjesti do të merr një surprizë shumë të bukur emocionale. Ka një javë që Gjesti është në nënkërkim të një diçkaje brenda shtëpisë. Banorët e kanë parë se si ai kontrollon shtëpinë dhe është shumë i mërzitur. Madje dhe pyet Big Brotherin nëse ka diçka për të këtë javë. E ka marrë malli shumë për familjen dhe ai këtë gjë e ka shprehur non-stop duke qajtur cepave të shtëpisë. Një moment dramatik gjatë prajmit, dritat do të fiken dhe një ekran i madh do të ndryqojë. Një video do të shfaqet dhe ajo që do të shoh Gjesti do të lërë pa fjalë. A është kjo diçka që ai ka kërkuar prej kohësh, apo një surprizë që do të ndryshojë krejtësisht rrjedhën e mendimeve? Sonte do të jetë një natë e paharrueshme e këtij spektakli. Sonte në ora 21:15 të gjithë të fokusuar pranë ekranit për të kuptuar ato më të fundit se çfarë po ndodhen në shtëpinë e Big Brotherit dhe urojmë që surpriza të jetë për Gjestin,
të mos ketë ndonjë ndryshim në këtë surprizë. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe për të ndjekur videot e radhës dhe për të komentuar sa më shumë rreth këtij spektakli.